Lot, dhimbje, uri dhe vuajtje është gjendja që mbisundon tek familja pesandarshe e Ramisi Zairit. Nëna Miranda i Zairi flet ndër lot. Ajo nuk don asgjë më shumë nga kjo jetë, vetëm se vajza e saj Erdita 7 vjeçare të shërohet dhe të ketë një kafshat buke për të ushtruar fëmijëve të tjerë. Të njëjtën nevojë ndajnë edhe djali Hatmiu dhe vajza tjetër Dielza, të cilët ëndrat fëmijërore i kanë vrarë brenda vetes dhe tashmë vetëm luten që motra e vogël Erdita të gjejë shërim sa më parë. Ata janë të vegjël për të thënë se sa e madhe është brenga e tyre për motrën e sëmur, por pasqyrim më të mirë për të shprehur realitetin e tyre shpirtëror kanë lotët, të cilët vazhdimisht mbajnë të njom sytë e tyre plot shpresë. Dhe si në çdo familje që nëna sakrifikohet për fëmijët, edhe në këtë rast, nëna Miranda shkel mbi krenarinë e saj dhe del publikisht për të lutur për ndihmë. Po i lutem kudo që të jenë, sa të kenë mundësaj të ndihmojnë motrës. Kudo që të jenë vllazën muslimon, motra muslimone, sa të kenë mundësaj në të ndihmojnë. A çfarë smundje ka çutën? Kjo e paralizume është. Kur i ka ndodhur? Natën që më paralizohe, të flet në gjuhë. Mu më thot, o non ty të më për jashtë, e non kape ka pa përdore, thot, mu më ka përdore, thash, pse mi non, ju shtërmu goja, se i një kitë që përkret 3 fëmijëve. E non, thash, apur, thash, qo të esë mu, po fartë boj, po thash, be, meri do kuj step, te zja s'kur step, s'kom, njoni s'kom, qëtëri s'kom, be, ca s'kërkom, dy be. Shështë të kësasi, mama e kjo s'kërkom, mama e t'kisha pëtik, si sa ta shoko që shtu. Qka më hongrimin më uë. Edhe Erdita 7 vjeçare krahas lojrave do të kishte dashur shërim për këmbën dhe krahun e saj, të cilët nuk mundet që t'i koordinoj mirë. Si e ke emri? Erdita. A çfarë don ti Erdita? Unë do një bukë të gjeme në dora të më rëndojnë në komën. Po për vlajnë për motrën, a don diçka? Po dua. Çfarë don atë të kje? Do të kjenë një të majra, motër ishë kina rë, bukë duhe. Familja i Zairi jeton në një dhomë me qira në Gostivar pa kushtet elementare për jetesë. Në kohën që ekipi i TV2 i vizitoi, i gjeti pa asnjë lloj rezerve ushqimore, të leckosur dhe të zbathur. Krahas dertit të vajzës, familja rrezikon që të ngelet në rrugë nëse nuk i bën gati paratë e qiras së banesës. Që shtaj të vaj banesa me 10 a i të më qesi, unë s'kom pare tezja ku të marrë të paguj banesa. Sa si mu i pësh pare të qesi, unë ku të shkoj tezja me 3 fëmijë. As një slejni, që e për se va për të mpru, një servis pilura, një filqona, që e turqelin ka që e mpru, u rrisën e ashtë që e mpru nevoj, as një slejni, ku një të me. Babai Ramisi Zairi është punëtor krahu, por nuk ka një punë të rregullt. Atë sot e kishin thirrur për të palosur drunj tek një shtëpi private, por nuk është e sigurt kur do ta thërasin sërish. Paratë që mundohet t'i sigurojë ai nuk mjaftojnë për të mbajtur. Po që 3 vjetë që kina ramo, që shto, kemi ka përcaj më të dhome që shto, me skomje, me fukara lajk. Të kisha tezja nuk dish, as kush nuk të bëgjeve, të bizuar të i dit. Që kjo më dësh më shnoj që pa vlaj ku shkova dit. Në kraj ku mbajtë së mjecës e komi në vejtë në mrjenda. Erdita e vogël dhe nëna e saj në përcollën sot me shpresën se të gjitha ata që kanë mundësi do t'i ndihmojnë që të krijojnë një rehati familjare dhe vajzës t'i sigurohen ca para për shërim.